Në islamin e plot vëllezër dhe motra, islamin e përsosur, nuk futen vetëm veprat e mira, adhurimet, por futet njëkohësisht dhe lënia e ndalesave, shmangja prej ndalesave dhe lënia e këtyre ndalesave. Sikurse thuhet në hadithin e Abu Musa radhiyallahu anhu, si tha profeti sallallahu alaihi wasallam, cili është Islami më i mirë? Tha, ai person prej të cilit muslimanët janë të shpëtuar prej gjuhës dhe dorës së tij. Po kështu në hadithin tjetër caktohet, musliman i vërtet, musliman i plot, është ai musliman prej të cilit shpëtojnë të gjithë muslimanët prej gjuhës dhe dorës së tij. E pra ky islam i mirë, ky islam i përsosur dhe i përkryer, na fton neve jo vetëm në përmbushjen, në kryerjen e adhurimeve, të obligimeve, të detyrime që kemi, por njëkohësisht dhe në lënien e ndalesave të haramit, në lënien e të papëlqyera, në lënien e dyshimeve, të dyshimtave, dhe po kështu thon dietarët, në lënien e asaj që është mubah, që është e lejuar, po që është e tepërt, për të cilën ti nuk ke nevojë. Në fakt po të shikojmë dhe të meditojmë ato rastet, momentet ku shpesher neve merremi me gjëra që s'na interesojnë dhe nuk na duhen, më së shumti janë fjalët dhe muhabetet e kota. Fjalët dhe muhabetet e kota. Pra, ato muhabete që i bëjmë me njëri tjetrin dhe për të cilave nuk ka dobi. Dhe në fakt nuk na duhet që t'i bëjmë, nëse i lëm marrim shpërim tek Allahu subhanahu wa ta'ala.